Rreshjet e shumta të javëve të fundit në juglindje kanë krijuar probleme serioze në tokat bujqësore, veçanërisht për kulturat e lashta si gruri dhe elbi. Lagështira e tepërt dhe mungesa e kullimit po rrezikojnë drejt për drejt rendimentin e këtij sezoni, sidomos në zonat fushore. Specialistët e bujqësisë theksojnë se kullimi është kushti kryesor që këto kultura të shprehin potencialin e tyre prodhues. Teprica e ujit në tokë dëmton rrënjët, ul aktivitetin mikrobiologjik dhe prish strukturën e saj, duke i bërë bimët më të ndjeshme ndaj sëmundjeve. Gruri, elbi, si gjithë të lashtat e tjera, për të shprehur aktivitetin e tyre prodhues, duhet që të plotësohen një sër kushtesh, dhe ndër këto kushte rëndësia më e madhe që i kushtohet në këto momente, për arsye edhe të rreshjeve të poshme që kanë rënë javët e fundit, është kullimi. Përshtatja e regjimit ujor në këto momente është sepse teprica e ujit shkakton dëme të mëdha tek këto kultura. Rrënjët mbeten në sipërfaqe, ulet aktiviteti mikrobiologjik i tokës, prishte struktura e tokës nga ngjeshja dhe prania e tepërt e ujit, bimët janë më të predispozuar për të prekur nga sëmundjet. Specialistët kërkojnë ndërhyrje urgjente për hapjen dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese, si dhe planifikimin e plehërimit plotësues për të minimizuar humbjet. Masa më urgjente është hapja e kanaleve kulluese për përmirësimi i regjimit ujor në ngastër. Përveç këtyre, pas disa javësh duhet që fermerët të planifikojnë dhe plerimin plotësues, i cili është i domosdoshëm, një masë e domosdoshme për marrjen e rendimenteve të planifikuara nga ana e tyre. Situata paraqitet më problematike në bashkinë e Maliqit, ku sipërfaqe të konsiderueshme vijojnë të jenë të mbuluara me ujë. Nëse situata e lagështirës vazhdon, rendimenti i këtij viti për grurin dhe elbin pritet të jetë i kufizuar, me ndikim më të theksuar në parcelat që kanë mbajtur ujë për një kohë të gjatë. Dëmi që kemi ne, si po themi në parcelat, sidomos në bashkinë e Maliqit, dëmi duket që është goxha i konsiderueshëm, ka akoma sipërfaqe të mbuluara me ujë, ndërsa në qendrën e transferimit teknologjisë bujqësore ku ne kemi thjesht 1.5 deri në 2 hektar të mbuluara me ujë që pavarësisht masave që kemi marrë, problemi ekziston. Dhe rendimentet e sivjetme do të jenë të kufizuara, sidomos në ato parcela ku kanë mbajtur lagështi të tepërt. Dhe kjo më shumë e theksuar në bashkinë e Maliqit dhe jo vetëm. Ndërsa fushat në disa zona vijojnë të jenë të mbuluara nga ujë, sfida për fermerët mbetet rikthimi i tokës në kushte normale prodhimi. Specialistët theksojnë se vetëm përmes masave të menjëhershme për kullimin dhe kujdesin e shtuar agroteknik mund të zbuten dëmet. Në të kundërt, prodhimi i grurit dhe elbit këtë vit do të jetë dukshëm më i ulët në zonat më të prekura. Në këto kushte, fermerët mbeten në pritje të përmirësimit të motit dhe ndërhyrjeve të shpejta në sistemet kulluese, me shpresën për të shpëtuar sa më shumë nga prodhimi i këtij viti.